Në kuadër të javës kulturore në Gjepqishtë që përkon edhe me ardhjen e mërgjimtarëve, nga data 27 deri më 31 korrik do zhvillohet edicioni i tretë i turneut tradicional në futboll të vogël me moton Gjepqishti 2026. Në këtë turnir, sipas organizatorëve, rinisë së këtij vendbanimi dhe klubit të futbollit Gjepqishti pritet të marrin pjesë mbi 25 ekipe nga vende dhe rajoni me emra të njohur të futbollit. Bekim Sadiki, në cilësinë e organizatorit për televizionin Koha, tha se vazhdojnë ta kultivojnë traditën e këtij turneu dhe presin numër edhe më të madh të ekipeve. Edhe këtë vit, klubi futbollistik Gjepqishti dhe rinia e fshatit organizon turnirin tradicional Gjepqishti 2026, i cili turnir do të fillojë nga data 27 korrik dhe do të vjasë deri në datën 31 korrik. Qëllimi i këtij turneu është që zakonisht organizohet për nder të mërgjimtarëve, për nder të bashkëpunëtarëve të Gjepqishtit, të rajonit dhe vendit. Ne nëpërmjet këtij turneu dëshirojmë që bashkë fshatarët tanë apo pjesëmarrësit të cilët do të marrin pjesë, gjithashtu edhe mërgjimtarët, të njihen në mes veti, të takojnë shok, miq, familjar dhe kjo të jetë një vlerë e shtuar për futbollin në vend. Sipas këshillit organizativ, turneu në fazën e parë do të zhvillohet me sistemin e grupeve, ndërsa pas kësaj me sistemin e eliminimit direkt. Organizatori për ekipin fitues krahas kupës do të ndajë 3.000 euro. Për vendin e dytë 500 euro dhe për vendin e tretë 250 euro, ndërsa shpërblime do të ketë edhe për lojtarin, portierin dhe golashunuesin më të mirë. Turneu do zhvillohet në stadiumin me bar natyral të shkolla fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu, duke filluar nga ora 18:30.